Mi thonë Zotit o Zot, 7.000 pota, 6.000. Nuk ka në për këta. 6.000 ka valos në dorën e vetë. E ka valos edhe një me misa në dorën e vetë. Nuk ka në për këta. Pejgamberi alayhis salam nuk ka në se populli vetë ka qenë gjatë. Nuk ka problem, nuk ka në për këta. Pejgamberi alayhis salam nuk ka në se po i ndodhë të 12 ditë ai po qohë po nuk po të manë shpinë e ti, vesh po hanë burë me dhe ujë. Nuk ka në kuas për ta. Pejgamberi alayhis salam nuk ka në se kur po vjen në atë hasërën e ti, në atë shtrojën e ti, po i dolin gjurën të hasërën, si kur të besh në bari, që të e vizatën në bari, s'ka po shtrojët mirë, nuk ka në kuas për ta. Njeri ma nuk ka në kuat përveç se për sendet më ahe. E për çka pa në kuat, Allah se në shumë nuk ka përmenë në surën e Furqan ajetin e 30. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dhe ka thonë i dërgumi, o Zoti jam, populli jam e ka marrë këtë Kur'an si të lënë pa shpinë. Populli jam e vënë si me qitë për para këtë Kur'an, e ka marrë si diçka që do të pelona. Me hëgjura, hijret e din. Hijret që është njëri kush përmullet për vatamit. Diçka që ti o do është me qenë dërmë to, je i prej. Diçka që ti o do është më ko për ti fërë, ti po i prej ti. Pejgamberi pa në do më thonë, populli jam e ka marrë këtë Kur'an, o Zoti jam, populli jam e ka marrë si diçka të lënë pa shpinë. Po populli jam, garant pejgamberi alayhis salam dhe ka spjeguar dieton do me kohë për qëllim populli jam sahabët e mi, shokët e mi, se sahabët e kanë për kohë më shumë mirë. Për kohë për qëllim për kohë besimtarët. Ka qenë Mekës, që ata njerëz të Mekës që nuk e kanë besuar shumica në fillim, domethënë e kanë lënë pas shpinë, se këta besimtarë nuk e kanë pasur kur na me lënë pas shpinë, më në blëni ose me të vija pesë ato pasqyrë të tjera. Po ta ka spjeguar atë, që do të thonë kanë jetuar me Kur'an pa ata tjerë. Po mirë dhe tash te ka marrë pejgamberi alayhis salam tek Zoti për pa besimtarët, jo për neve. Po dietarët në mesin e tyre edhe Ibn Qayyim ka thonë se ky ajet na përfshin edhe ne. Nëse po një punë ti. Qysh pa besimtarët e kanë lënë Kur'anin më pas shpinë, e kanë lënë se kanë besuar. Na këto se kanë lënë, na e besojnë. Po na e kanë lënë disa aspekte tjera. Cilat janë aspekte tjera? Ka thonë të lënë pas shpinën lexim. Jo valla për lexojmë na është për çdo mundi. Mirë. Kur e lënë të pas shpinën meditim, jo veç me lexojmë me mor se vogël, pa me lexojmë me diçka më të. Në Kur'an s'ka veç me mor se vogël, pa me lexojmë se për disa përveset a merr se vogël me lexojmë shit. Po çu s'merr se vogël. Kur'ani s'ka veç me mor se vogël. Arabisht do të mos me diçka më të. A vetë është i Kur'anit të mallkimi Zotit qoftë izolacion na zonë qoftë më të. Mallkimi Zotit qoftë pikërisht shtohet na vetë lutem kur e vetë Kur'an. E lexojmë po se di çfarë më. Mund të rrijë kreativë cilësive të kësaj apo të rrijë më. Vetë kjo po duhet edhe menditim. Thot me lëm pas shpinën në kupton edhe kur ti e lexon është e menditon, po nuk e praktikon. Vallahi Kur'ani është mirë, ka thesore, dhe me spjeguar, po sa e praktikon. Jo. Me lëm pas shpinën në kupton edhe nëse nuk e lexon. Ma shumë lexon muzikë, merresh me muzikë mesela tjera se sa me Kur'anin. E kështu me radhë, domethënë lënia pas shpinën nuk në kupton, veç mos me besu lënia pas shpinën, na nuk edhe neve besimtarët nëse na lajm, qoftë lexim, qoftë meditim, qoftë praktikim, qoftë Kur'ani do më bëni punë, a shikoni ja, më na thot ky Kur'an bën as bën. Jo në thot veç në thot ligji ose në thot çu ka thon, ona apo kam çep. Po para se me ona apo kam çep, as po kam çep, Kur'ani sa po thot për vitin, a me vazhdo mos me vazhdo. Prandaj që mundu me mbyll, me përmbyll. Kur
Kurani I përmend në disa cilësi. Kurani është dritë. Nëse dojna dritë në kopën prej kësaj drite të Zotit. Kurani është shërim, Kurani është mëshirë, Kurani është ngritje për neve, e të kopën për këti Kurani. E plot cilësi tjera të cilat na këto I shpjegoj shkurtimisht e plot tjera vetëm po thonë. Nëse nuk ka për Kurani, ne ta dimë që na vru ankesa e pejgamberit alayhis salam. Ankesa e njeriu më të mëshirshëm që nuk ka kur për sa në shojleje. Vesh për sa që pelon mbrapa se po dosh me si përkona fjalën e Zotit që më don mbrapa. Fjalën e Zotit që ka thënë pejgamberi alayhis salam hadith vërtet. Allahu me këtë Kur'an të më ngrit disa popull. Disa njerëz, si në aspektin domethënë individual, si në aspektin kolektiv, edhe kam I ulë disa tjerë. E ngrit Kur'anin e çet Kur'anin më para, ki më shku për para, e çet mbrapa, e mbrapa. Realitetin e dëshmon këto. S'ka nevojë mja për të fjalët e pejgamberit alayhis salam, po çdo sa që ai ka thonë se ose Allah që në shohën nëse të në por vërtetuar edhe pishohën në realitet. Prandaj, fokus sa më shumë për këtë Kur'ani në aspektin e përgjithshëm. Lexim, meditim, praktikim, dashuri me Allah